Luis Eili revoltohet pas deklaratës së kompozitorit. U akuzua për përdorim pa leje të muzikës folklorike. Luis Eili ka zgjedhur të thyej heshtjen rreth zërave që po qarkullojnë së fundmi në rrjetet sociale, ku aludohet për një shtatzëni të dytë të Kiarës. Në vend të një deklarate klasike, ai publikoi një video me tone humoristike dhe folklorike, ku shfaqet me bashkëshorten dhe vajzën e tyre të vogël, Luna Mari. Mes batutave dhe autoironisë, Luisi mohoi në mënyrë indirekte lajmet për një fëmijë tjetër në horizont, duke sjellë një qasje krejt ndryshe dhe argëtuese për ndjekësit. Videoja u shpërnda menjëherë gjerësisht në rrjet, duke marrë vëmendjen e publikut për mënyrën kreative të reagimit, por krahas entuziazmit, nuk munguan as zërat kritik. Kompozitori Driton Fazliu reagoi publikisht duke sqaruar se muzika e përdorur në klip është huazuar nga një këngë ekzistuese. Sipas tij, melodia është krijuar nga Milaj Mezini, ndërsa orkestrimi mban firmën e The Studio, konkretisht Muhamet Selimit dhe vet Fazliut. Ai shprehu keqardhje që në publikimin e videos nuk u përmendën autorët origjinal, duke theksuar rëndësinë e njohjes dhe respektimit të kontributit artistik, veçanërisht kur bëhet fjalë për trashëgimin folklorike. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.